Përshëndetje mama, dhe mirë se erdhe në mini trajnimin si të kuptojë më mirë fazat e ecjes së bebit tim. Ky është një mini trajnim ku do të përqendrohemi duke shpjeguar procesin e ecjes, fazat e ecjes dhe normalisht edhe për të dalluar kur është frika prezente dhe kur kemi nevojë për të punuar më shumë ekuilibrin. Është e rëndësishme që prindi të mësoj saktësisht se si funksionon ecja në mënyrë të tillë që të di të kuptoj fazën ku është bebi i tij dhe të di se çfarë të bëjë më pas, cila është faza pasuese dhe si ta ndihmojë më mirë. Kur prindi është i qartë në lidhje me fazat e zhvillimit fizik të bebushit, normalisht e ka edhe më të lehtë për të ndërhyrë kur e shikojmë që bebi po kalon më shumë kohë se që duhet në njëra fazë, apo dhe për të drejtuar për shembull tek pediatria kur shikojnë që bebushi nuk po ecën me fazat e zhvillimit në ritmin e duhur. Ky material ka tërësisht qëllim edukues dhe normalisht nuk zvendëson vizitën tek pediatria apo tek një vlerësim tek fizioterapisti apo tek profesionisti i shëndetit, por normalisht ka si qëllim edukimin e prindit në lidhje me monitorimin e fazave të zhvillimit fizik, të zhvillimit motorik të bebit, që në këtë rast janë fazat e ecjes. Normalisht ky material është i përshtatshëm për të gjithë prindrit, por normalisht prindrit të cilët janë shumë më afër ecjes janë ata që mund të interesojë pak më shumë, sidomos prindrit të cilët kanë bebushat midis moshës 9 deri në 18 muaj, sepse normalisht mosha 9-12 presim që bebi të fillojë të ngrihet duke u tërhequr, edhe më pas moshës 12 deri në 18 normalisht që aty kemi bebushat që mund të jenë në fazat e ndryshme të ecjes. Tani, si fillim, unë dua të filloj pikërisht pa u zgjatur, duke ju treguar se si funksionon ecja edhe se sa rëndësishme është që ne të mos ndërhyjmë në ritmin e këtyre fazave tek bebushi. Dhe këtë gjë mund ta bëjmë vetëm duke ditur edhe duke i njohur fazat të cilat janë. Tani, keni parasysh që ne ecjen, ngritjen dhe hapat e parë pra i presim nga mosha 9 deri në moshën 18 muaj, ku në fillim kemi ngritjen duke u tërhequr, që është mosha nga 9 deri në 12, presim që bebi të arrijë të ketë realizuar ngritjen duke u tërhequr, dhe më pas hapat e parë. Tani, çfarë duhet kemi parasysh? Ecja tek fëmijët fillon shumë përpara se bebi të jetë 9 muajsh, pra para se ne të presim arritjen e ngritjes edhe të shkëputjes, normalisht bebi ka bërë një proces dhe ka kaluar nëpër shumë faza të zhvillimit motorik, nëpër të cilat kanë bërë të mundur që bebi të forcojë muskulaturën e tij. Duke filluar që nga qëndrimi i barkës. Kështu që qëndrimi i barkës është shumë i rëndësishëm, jo vetëm se është si trend, sepse tani kohët e fundit është bërë dhe po përhapet jashtëmase shumë me idenë që është trend dhe po e lëm bebushin barkazi, por në të vërtetë qëndrimi i barkazi është themeltar në forcimin e muskulaturës së bebit, sepse pikërisht ndihmon në forcimin e ngritjes e muskujve që ngrenë kokën lart dhe më pas ndihmojnë për të kontrolluar kokën e me radhë, pastaj me kalimin e muajve bebi bëhet më i fortë dhe duke qëndruar barkazi shtyhet nga dyshemeja, ngre krahorin lart, forcon muskulaturën e trungut, mëson zvarritjen, ecjen këmbëdorazi edhe qëndrimin e ulur dhe të gjithë këto muskuj, sepse tani e di që tani ju mezi po prisni pjesën që ju duhet juve për moshën që ju keni dhe keni të drejtë, por thjesht dua që t'ju tregoj që në qoftë se pra ne jemi koshient që zhvillimi fizik, zhvillimi motorik i bebushit ton ka ndjek një radhë nga koka te këmbët. Po, sepse prandaj edhe po të shikoni bebushin kur lind, që lind nuk arrin dot të kontrolloj kokën e tij kur muajin e parë, por as edhe të hec, as edhe të lëviz, pra të kontrolloj muskulaturën në mënyrë të vullnetshme, madje edhe nëse shikojmë domethënë atë lëvizjen që bën sikur hecen, për shembull tek bebi 1 muaj, 2 muaj, janë reflekse, nuk janë kontrolli i muskulaturës së vullnetshme. Dhe çfarë duhet të them me këtë gjë? Që të mos ju hutoj, duhet t'ju them që kur bebushi jon
ka zhvillimin, pra nga fillon zhvillimi i bebit nga koka, që fillon bebi të ngrej kokën dhe më pas vemi tek këmbët. Prandaj edhe ne nuk mund të ngrem një bebush në këmbë kur nuk është gati, sepse trupi i tij nuk është krijuar që të bëj hecjen para se të bëj qëndrimin ulur, sepse normalisht kjo është shumë e rëndësishme nëse ju keni një bebush që e vendosni në rrethore dhe normalisht tek paketimi i rrethores shkruan që është e përshtatshëm për bebushat plus 6 muaj. Tani nëse ju vendosni bebin në rrethore në 6 muaj, bebi 6 muaj po është vërtet që ka mësuar të kontrollojë mirë muskulaturën e qafës, madje shtyn dhe krarorin nga dyshemeja, ka plodrat, mund të rrotullohet, por ama akoma nuk është zvaritur, akoma nuk ka forcuar muskulaturën e trungut që të rri ulur drejt vet. Dhe po ta lësh një bebush 6 muajsh ulur, me shumë mundësi do jetë ulet në mënyrë të përthyer dhe do mbaj me të dyja duart do mbaj dhe peshën që të mos bleri në njërin anë. Tani, si mund ta lëm ne bebi në rrethore që 6 muajsh, në qoftë se ai nuk është ende gati, pra duhet forcohet një herë muskulatura e trungut, trungu është pjesa këtu, që bebi të rri drejt dhe pastaj të vazhdojmë nëpërmjet zvarritjes, ecjes këmbëdorëzi për të koordinuar edhe gjymtyrët, pra këmbët me duart kur bën lëvizjen, këmbëdorëzi edhe për të forcuar akoma më tepër muskulaturën e kofshëve, të këmbëve dhe për të arritur më pas që bebi të arrijë të ngrihet duke u tërhequr. Prandaj, kjo është për t'ju treguar që sa e rëndësishme është të mos e prishësh këtë ritmin dhe këtë rendin e fazave të zhvillimit që bebi ka. Tani ne nuk po themi se nuk ka përjashtime, sepse ndoshta tani dhe ju mund të jeni në këtë fazë që bebi mund ta ketë ka përcyer zvarritjen apo ecjen këmbëdorëzi, ndoshta bebushi juaj tani mund të ketë mësuar të zhvendoset me të ndenjura në vend që të heci këmbëdorëzi, por që tani mund të jeni në fazën ku bebi mund të jetë 19 muaj, 11 muaj, edhe për shembull këtu është e rëndësishme t'ju tregoj edhe që nëse keni bebushin që zhvendoset me të ndenjura dhe ende nuk ka mësuar që të ngrihet duke u tërhequr dhe mendoni se po ta lini, pra vlen edhe për ju, nëse mendoni që po ta lini të qëndroj në rrethore, mendon që praktikon këtë lëvizje, kjo nuk funksionon, sepse gjithsesi neve nëse bebushi zhvendoset me të ndenjura kemi nevojë që t'i forcojmë muskulaturën e krave në mënyrë të tillë që ai të shpatullave, në mënyrë të tillë që ai të ngrihet vetë duke u tërhequr. Prandaj dhe nuk funksionon kur themi që shikose kur themi që shikose bebi im ka shumë qejf që të rri në këmbë, ose për shembull vetëm të rri ulur ose vetëm të rri në këmbë, por kur unë pyes shikose arrin bebi jot që të ngrihet vetë duke u tërhequr, dhe normalisht përgjigja pjesa më e madhe të rasteve është jo, sepse bebi ende nuk ka forcuar muskulaturën e shpatullave, sepse kur qëndron ulur, nuk është se i duhet të ngrejë diçka apo të ushtroj peshë mbi pëllëmët e duarve, siç mund të bënte në rastin e ecjes këmbëdorëzi dhe normalisht ne në këtë rast duam që ta ndihmojmë të forcojmë muskulaturën e shpatullave, të ushtroj peshët e pëllëmëve e duarve të tij me trupin e tij dhe për ta ndihmuar pastaj që të kaloj tek ecja këmbëdorëzi. Dhe është më e rëndësishme që të dali vetë nga qëndrimi i ulur, të dali dhe të kaloj tek ngritja. Kështu që është e rëndësishme që të shikojmë dhe të mos e nxitojmë bebin për të hecur. Pra, gjëja kryesore që duhet të kemi parasysh është të mos e nxitojmë bebin ton që të ngrihet, sepse shpesh herë në këtë rast, në këtë moshë është edhe pak e vështirë pjesa e krahasimit, sepse mund të shikoni bebusha të ndryshëm që mund të jenë në të njëjtën moshë me bebushin tuaj dhe ata mund të jenë në një fazë tjetër, por ju nuk e dini se si ka qenë historiku i zhvillimit të tyre, sepse çdo bebush pavarësisht se është e vërtetë që kanë ritmin e tyre, ndjekin ritmin e tyre, madje edhe dy vëllezër ose dy binjak nuk kanë të njëjtin ritëm të arritjes së fazave të zhvillimit, sepse ka diçka që mund të jetë ndryshe që përcakton ritmin e ndryshëm. Prandaj dhe ne kemi gjithmonë linjat guide që na tregojnë se cilat janë fazat dhe intervalet e kohës që ne presim që bebi të arrijë fazat e zhvillimit motorik, që është, domethënë janë fazat e një zhvillimi tipik që ne presim të ndodhin tek të gjithë bebushat, dhe që kanë normalisht ato intervalet e tyre. Por që brenda këtij intervali tek hecja ka një interval
më të madh se fazat e tjera, më të gjatë se fazat e tjera. Dhe kjo do të thotë që nëse bebushi jot, për shembull, sapo ka arritur që të ngrihet duke u tërhequr pas divanit, për shembull. Dhe ndërkohë bebushi i kushërirës apo i një mikeshe mund të jetë po prapë 10 muaj e gjysmë, dhe normalisht ka filluar që të shkëputet duke qëndruar për shembull pa u mbajtur për disa sekonda. Dhe tani çfarë ka ndodhur? Ndoshta në rast të parë është edhe gjenetike, sepse duhet ta marrim në konsiderat gjenetikën gjithmonë. Për shembull, nëse llogarisim kemi dy prindër, njëri është për shembull sportist, okay, dhe tjetri domethënë është një inxhinier i cili pjesën më të madhe të kohës e kalon ulur, ose domethënë ka një fizik më të mbushur. Dhe normalisht fëmia i një sportisti profesionist është pak më i shkafët. Edhe normalisht fëmia i prindit tjetër, që është pak më i mbushur, që ka aftësi të tjera shumë të mira, por që për shembull ndoshta nuk është shumë i zoti në sport, pra nuk është shumë i shkafët, dhe kjo është normale që bebi të ngjajë prindit, nuk ka asgjë të keqe. Dhe kjo ndikon, pra ritmi i shkaftësia, ritmi është pjesë e kësaj. Por ama, përveç saj, gjenetika gjithmonë nuk mund të përdoret si justifikim për mungesën e stimulimit apo të kushteve që ne i krijojmë bebit. Kur them kushtet, nuk flas për blerjen e lodrave të shtrenjta, apo pra nuk flas domethënë për blerjen e objekteve apo ti krijosh bebit kushte ekstra që ndryshe nga ato që ti ke mundësinë, okay? Por flas për sa i përket stimulimit. Pra, mënyrës se si ne e nxisim në përditshmëri, apo mënyrës se si ja rregullojmë lodrat, apo sa shumë e ndihmohim, sepse ndihma jon këtu është shumë e rëndësishme. Është mirë ta stimulojmë, okay, ta nxisim, ta sfidojmë, dhe nuk është aq mirë që t'ja japim gjërat gati. Kjo është ajo që duhet të them. Dhe nëse për shembull ne gjithmonë bebushit ton ja japim lodrat gati, kur ai qëndron ulur, bebi nuk ka asnjë lloj interesi që të shkojë dhe ta marrë atë lodrën, nuk ka se çfarë sfidon, nuk ka çfarë stimulon që ai të shkojë ta marrë lodrën, që është pak më tej, të dali nga pozicioni i ulur, të kthehet barkës dhe të shkojë të zgjatet ta marrë lodrën. Sepse ne mendojmë se na vjen keq, dhe kur e shohim bebin që po sforcohet, po çan, nuk duam që të mërzitet, dhe kjo është normale. Por ama duhet kemi parasysh edhe se si ndikon në zhvillimin, në arritjen e fazave motorike të bebushit ton. Dhe normalisht mënyra se si ne e krijojmë ambientin, mënyra se si ne e nxisim, e stimulojmë, ku janë lodrat e bebushit, sa e ndihmojmë, nëse bebi zgjat duar për ta marrë, gjithmonë e marrim, apo e lëm që për shembull të ngjitet dhe të ngrihet nëpër këmbët tona, edhe pastaj të arrijë të ngrihet duke u tërhequr. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme, dhe gjithmonë ka dhe shumë faktorë të tjerë. Madje duhet t'ju tregoj edhe diçka shumë të rëndësishme, që duhet keni gjithmonë parasysh, para se të shkoni dhe të krahasoni domethënë bebushin tuaj që ndoshta është duke i ndjekur ritmin e zhvillimit të tij në mënyrë brenda intervalit që ju kam thënë të fazave që ne presim, por që mund të ketë kaluar për shembull një fazë, një periudhë ku ka qenë sëmur, me temperaturë, apo ka qenë sëmur që mund të jetë shtruar në spital, ose domethënë në një fazë që me të vërtetë që ka qenë pa qef dhe që ka ndikuar saqë në të gjithë domethënë atë muaj apo në ato 2 javë që ka lënë domethënë me të vërtetë një gjurmë në këtë rrjedhën e zhvillimit të tij, sepse keni parasysh që kur bebi domethënë, kur kemi situata të rënda, domethënë kur bebi mund të jetë sëmur nga infeksion veshje, është sëmur për shembull është shtruar në spital për 3 javë, 1 muaj, sa ka marrë veten nga temperatura, nga gjitha këto, tani zhvillimi motorik, pra bebi në atë moment kur kemi situata të tilla, dhe arritja e fazave të zhvillimit motorik, në atë moment, domethënë nuk është se përparon, sepse bebi në atë moment po mundohet, pra trupi i tij po mundohet që të rikuperohet, dhe normalisht duhet të shikojmë edhe situatën që kur është shtrirë në krevat, domethënë në spital, nuk është se ka mundësi që të praktikojë jashmase shumë aftësi të reja, dhe kjo ndikon. Prandaj do konsideruar gjithmonë, mos krahasoni asnjëherë, prandaj është e rëndësishme të mos krahasoni asnjëherë zhvillimin, arritjen e fazave të zhvillimit motorik të një bebush me bebushin tuaj, sepse gjithmonë domethënë ka shkaqe të ndryshme që çojnë në arritjen e fazave.
Ka dhe arsye të tjera, por gjithsesi këto janë kryesor për t'ju treguar që para se të shqetësoheni apo të merrni domethënë në konsiderat që shikoj se ka diçka që nuk shkon apo gjithmonë shikoni dhe konsultohuni në radhë parë me pediatre, sepse është ajo që ju ndjek gjatë gjithë kohës zhvillimin fizik të bebit pas zhvillimit motorik dhe normalisht e di më mirë historikun dhe normalisht ndjek të gjitha përqindjet e perimetrit të kokës, të gjatësisë, peshës e të gjitha më radhë. Dhe normalisht kur çdo gjë është okay me pediatren, kjo duhet t'ju japi më shumë qartësi për të siguruar që nuk kemi probleme, pra nuk kemi probleme apo çrregullime, por që është thjesht çështje stimulimi dhe në këtë rast jeni domethënë më të sigurt që mund të punoni domethënë me edhe ta ndihmoni bebushin tuaj në shtëpi. Tani, këtu përveç se kemi këto faktorë që ju thash, kemi prezente edhe frikën, që dhe frika na i vonon pak hapat e para, por dua që t'ju tregoj se si të dalloni frikën nga kur kemi frikë apo kur bebi nuk është gati akoma. Tani, bebi mund të ketë frikë, okay? Por mund të jetë i Zoti që t'i bëj të gjitha fazat e ecjes, thjesht mungon shkëputja, guximi për të hedhur hapat e para. Dhe bebi mund të mos jetë gati për të shkëputur kur është akoma në njëra nga këto fazat, pra nga njëra nga këto fazat e ecjes dhe nuk ka arritur akoma domethënë tek faza e shkëputjes. Tani prandaj për këtë gjë do ju tregoj të cilat janë fazat e ecjes që ti kuptoni. Pra faza e parë është kur bebi në radhë të parë arrin të ngrihet duke u tërhequr vetë. Dhe asnjëherë nuk quhet nëse ju e merrni bebin edhe vendosit te divani, edhe thon shiko se bebi ka shumë qeftëri. Nëse ai nuk arrin të ngrihet duke u tërhequr vetë, nuk quhet. Duhet ta bëj vetë si aftësi. Faza e dytë është kur bebi arrin të heci me mbështetje pas divanit, shumë shpejt, me vetbesim të plotë, domethënë arrin të kalojë tek divani nga njëra anda ana tjetër dhe është e rëndësishme për shembull kur shikoni që pra një bebush mund të ketë frikë, por mund ta bëj ecjen te divani me shumë vetbesim se ka ku të mbahet dhe e di që nuk bie. Kurse një bebush që nuk është gati për të qëndruar në këmbë apo akoma nuk ka mësuar, akoma nuk është gati, keni parasysh që kur rri tek divani, do rri mbajtur fort, okay? Dhe do ketë pak të vështirë që të shkëpusë këmbën, të kalojë domethënë nga njëra anë në anën tjetër, domethënë që të shkëputet pas divanit, që të ndrojë këmbën pas divanit dhe të mbahet fort edhe do me frikën se mos bie mbrapsht. Pika e tretë kur kemi tek fazat e ecjes është pikërisht kur bebi kalon për shembull arrin që të kalojë nga divani të kalojë tek tavolina që mund të ketë afër aty në një objekt që mund të ketë afër. Pra arrin që të kthejë trupin në njërin anë dhe opa të ndryshoj, pra të zhvendoset. Gjithmonë duke u mbajtur por që arrin ta bëjë. Pra një bebush që ka frikë arrin ta bëjë këtë gjë. Atëherë, faza e 4, bebi arrin që të shtyjë një objekt të rënd me trupin e tij, siç është për shembull shtyn karriget me trupin e tij. Faza e 5, bebushi jon arrin të qëndrojë pa u mbajtur gjëkundi për 2-3 sekonda, madje arrin të qëndrojë për shembull duke mbajtur një lodër në ato momente për 2-3 sekonda dhe ndoshta askush nuk ka vëmendje tek ai në atë moment, kështu që nuk bie në presion dhe arrin ta bëjë këtë gjë për 2-3 sekonda dhe në momentin që kupton që s'po mbahet gjëkundi menjëherë mbështetet, kërkon ku të mbështetet. Dhe pastaj kemi fazën tjetër që është hedhja e hapave, 2-3 hapa, por që bebi të kalojë në ato 2-3 hapa deri tek shkëputja për distanca më të gjata, normalisht që duhet kohë edhe praktik. E rëndësishme është të dimë që hecja nuk është një proces që ndodh pra brenda një pike të caktuar që në këtë muaj bebi do hec, por është një proces që kalon nëpër gjitha këto faza dhe që nga momenti që bebi ngrihet duke u tërhequr dhe deri në momentin kur kemi shkëputjen e pavarur, duhen 4 deri në 6 muaj pak a shumë që bebi jon të kalojë nëpër këtë fazë. Dhe e rëndësishme është që ne të mos e nxitojmë bebin, të mos e vendosim rrethore, absolutisht jo, dhe të mos e ngrem në mënyrë më herët se ç'duhet. Edhe gjëja më e rëndësishme që gjithmonë të bëjmë vizitat e kontrollit rutin tek pediatra për të kontrolluar zhvillimin fizik të tij, sepse normalisht kur kemi këtë gjë dhe kur e dimë që bebi jon po zhvillohet fizikisht i shëndetshëm, atëherë e dimë që edhe në shtëpi ne mund ta ndihmojmë pra pa problem duke e stimuluar, duke e nxitur, pra duke i prezantuar pozicionimet korrekte që ai ta ketë më të lehtë për të kuptuar se cili është ai pozicion që bebi duhet të arrijë
që trupi i tij ta ketë më të lehtë për të kuptuar pozicionin korrekt që bebi duhet të marrë dhe për të kaluar më pas tek për të mësuar një lëvizje të re, siç është ngritja duke u tërhequr apo më pas shkëputja. Pra, janë të gjitha këto faza që normalisht ka bebusha që i bëjnë pa problem dhe ka bebusha të cilët ndoshta kanë nevojë që t'ja prezantosh si lëvizje një herë dhe bebi duke qenë se arrin që të mësoj shumë shpejt, normalisht një herë, dy herë pastaj ka shumë herë më të lehtë për ta bërë. Pra, nuk do të thotë se bebushi jon ka një problem kur ne e nxisim apo e stimulojmë apo por ndoshta mund të ketë ngecur pak më shumë se ç'duhet në një fazë dhe nuk ka asnjë gjë të keqe për që ne ta udhëzojmë atë në mënyrën e duhur që të shmangim vonesa të tjera pra që bebi të vonojë më tepër fazat e tjera që vijnë. Dhe kjo është më tepër një formë që prindi ka për ta stimuluar dhe për të ndërvepruar në një mënyrë të shëndetshme dhe të qëllimshme për ta nditur bebin gjithmonë në pozicionin korrekt. Sidomos për bebushat që kanë vështirësi për të ngritur duke u tërhequr, normalisht prezantimi i ushtrimeve në këtë fazë është i rëndësishëm sepse ndihmon më pas për të gjitha fazat e tjera të hecjes, sidomos edhe për ruajtjen e ekuilibrit dhe të balancës. Dhe duke qenë se bebi për shembull ka bebusha që arrin pra t'i kalojnë vetë, ka bebusha të cilët mund të kenë nevojë për pak më shumë shtys. Për shembull, në momentin që shikojmë që bebi jon po qëndron ulur, vetëm ulur dhe ka të vështirë të dalë nga ky pozicion, ne kemi si qëllim për shembull t'i tregojmë cili është pozicionin korrekt që ai të dalë nga pozicioni ulur të kalojë në qëndrimin barkazi. Dhe më pas këtu ne vendosim në pozicionin korrekt që është për shembull pozicioni këmadorazi. Dhe më pas ushtrimet që do t'i bëjmë në vazhdimsi që janë njësër llojshmërish që ai të mos bezdise gjithmonë, se normalisht nuk është se mund ta mbash bebin pafundësisht në një pozicion sepse asarohet dhe bezdiset, e prandaj janë edhe këto prandaj janë edhe llojshmëria e pozicionimeve në mënyrë të tillë që ai të mos mërzitet, por ama dhe të kalojë shumë kohë për të forcuar muskulaturën që duam. Prandaj janë thjesht pozicionime të sakta. Mësoj se si të bëj një lëvizje dhe nëse ti ja tregon bebushit një herë, dy herë, nëpërmjet pastaj e ka shumë herë më të lehtë të mësohet dhe ta bëj vetë pastaj. Pra ne thjesht i tregojmë trupit të bebit pozicionin e duhur, i krijojmë kushtet se cili është pozicioni i duhur dhe presim pastaj që ai të forcohet edhe për të përgatitur më pas për fazat e tjera. Pra nuk do të thotë se bebi ka një problem nëse ti e ndihmon që të arrijë të bëj ecjen këmadorazi apo të bëj ngritjen duke u tërhequr. Përkundrazi, do të thotë që ti preferon që ta ndihmosh bebin në një mënyrë të shëndetshme dhe të zgjedhësh ta ndihmosh të kalojë më shumë kohë barkazi, të forcojë muskulaturën nëpërmjet pozicionit këmadorazi dhe të mos i prezantosh rrethoren, për shembull. Kjo është e gjitha dhe gjithmonë ka në bazë edukimin e prindit, sepse në momentin që prindi është i edukuar, duke ditur se cilat janë fazat e hecjes, duke ditur se cilat janë këto pozicionimet korrekte që janë të përshtatshme për fazën ku bebushi im është tani, normalisht e ka edhe më të lehtë për të përballuar dhe për të ndjekur të gjithë procesin e hecjes me qetësi. Për të gjithë prindërit që duan më shumë qartësi, duan që të kuptojnë më mirë fazën e hecjes ku është bebushi i tyre dhe që të dinë se çfarë të bëjnë për ta ndihmuar më mirë në shtëpi, që bebi të arrijë me lehtësi fazat e tjera që vijnë deri në shkëputjen e pavarur, kanë bërë një program me ushtrime që është i përshtatshëm për bebushat nga ecja këmadorazi deri tek hapat e parë, pra që i shoqëron me ushtrime, duke i treguar pozicionimet e korrekte prindit që duhet të bëj në shtëpi me bebushin, për t'i treguar se cilat janë këto pozicionime që e ndihmojnë bebin që t'i arrijë me lehtësi fazat e hecjes deri në shkëputjen e pavarur. Pra, pavarësisht se unë i them që është një program me ushtrime, në të vërtetë këto janë thjesht ushtrime të përgjithshme, pra që janë pozicionime korrekte, që një bebush i shëndetshëm supozohet të mbajë trupin e tij, të vendosë trupin e tij në këto pozicionime për ta bërë pastaj më të lehtë kalimin në fazat e tjera. Dhe që normalisht për fazat të caktuara këto pozicionimet janë të ndryshme. Duke parë edhe në çfarë faze është bebushi, pastaj përshtasim edhe pozicionimet që supozohet të bëni në shtëpi. Pra janë lojra dhe aktivitete që në bazë kanë pra këto pozicionimet korrekte që supozohet që trupi i bebit të vihet. Nuk janë programe rehabilitimi dhe nuk janë ushtrime akrobacie apo ushtrime të vështira që vendosin bebushin në sforco, por më tepër janë mënyra, pra kanë si qëllim gjithmonë edukimin e prindërit se cilat janë këto pozicionimet korrekte që ju supozohet të praktikoni në shtëpi, që bebushi juaj ta ketë më të lehtë për shembull të arrijë fazën që vjen më pas. Keni parasysh që gjithmonë programi shoqërohet me një konsult
siç e bëjmë së bashku për të parë se në cilën fazë të ecjes është bebushi dhe se cilat janë këto pozicionimet që i përshtaten më mirë fazës së tij. Linkun për më shumë detaje po alo këtu më poshtë.